Udhëheqësja e njësisë së komunikimit në kompaninë e telekomunikacionit IPCO, Afrika Zyferi, thekson se sfida më e madhe me klientët është kërkesa për inovacion, ndërkohë që ata kërkojnë çmime të ulta në të njëjtën kohë. Në një intervistë për Kosova Press, Zyferi potencon edhe konkurrencën e fortë në telefoninë mobile. Ne përmes komunikimit nuk i tregojmë vetëm ofertat apo benefitet që kanë klientët tonë, por për neve është shumë e rëndësishme të ndërtohet besimi, sepse klientët tonë në njërin anë kërkojnë shumë inovacion, të përcjellim trende teknologjike, ndërsa në anën tjetër janë shumë skeptik dhe kërkojnë vazhdimisht transparencë, kërkojnë çmime më të lira, që faktikisht nuk përputhen shumë me njëra tjetra, kështu që këtu qëndron sfida jonë më e madhe. Konkurenca tash është shumë e fuqishme, konkurenca në telefoninë mobile, me përmirësimin e rrjetit dhe të konkurrentit tonë, mirë po fatmirësisht ne jemi disa hapa përpara. Përveç tjerash, Zyferi tregon se me plasimin e rrjetit volte, klientët do të mund të përdorin edhe internetin gjatë telefonatave, si dhe do të mundsoj atyre të realizojnë thirrje me cilësi të lartë. Në zonat rurale, ende nuk e kemi shtrirë rrjetin 5G, mirë po e kemi përmirësuar ndjeshëm rrjetin 4G, që do të thonë që kemi 98% territorit të Kosovës të mbuluar me rrjetin 4G. Infrastruktura digjitale veç po përmirësohet vazhdimisht, së shpejti do ta përmirësojmë edhe veç që kemi përmirësuar faktikisht, mirë po do ta zgjerojmë, do ta plasojmë për të gjithë klientët tonë edhe rrjetin në volte, do të thonë ku klientët do të dëgjojnë shumë më mirë në telefon, do të mund ta përdorin edhe internetin gjatë telefonatave, që është shumë e rëndësishme për të gjithë. Zyferi potencon se së shpejti do të lansohen ofertat e reja për vitin 2025, derisa tregon se rrjeti 5G tashmë është rritur në 140 pika. Tash vitin 2025 ende nuk kemi dalë me ofertat e reja që kanë me qenë shumë atraktive për klientët tonë, po edhe për klientët potencial tonë. Ndërsa ne jemi tu e shtrirë rrjetin e 5G-s vazhdimisht, deri tani kemi arrit 140 pika, pra kemi mbulu krejt qytetet edhe qytetat e Kosovës. Për momentin po e shtrim rrjetin në rrugët nacionale dhe në pikat kufitare. Do të kemi ofertat e reja me shumë giga për rajon, Evropë, Amerikë, normal për Kosovë. IPCO ishte ofruesi i pari i telekomunikacionit që prezantoi teknologjinë 5G në tregun e Kosovës në vitin 2022.